Po. Unë jam i diplomuar në muzikologjinë, edhe të ultën të mesme tani edhe fakultetin. Unë nuk kam shkollë tjetër, as nuk jam kardiolog, as nuk jam ginekolog, as nuk jam dietist. Po. Unë në këtë fushë jam profesionist. Domethënë unë kapi ditarin dhe shkoj në shkollë dhe japi mësim nxënësve të rriturve të vegjelit, sepse kam këtë profesion të diplomuar dhe unë kam të drejtë me fol, se është fusha ime. Po. Edhe unë e di sa këndon Luizi, unë di sa këndon Jozi, unë di sa këndon të tjerë dhe di sa këndon Labino Tregja. A kupton, sepse unë kam studiuar për këtë fushë, studioj ende. E tani jo ky, jo ai, domethënë unë kam dhënë një koment, por aty është kaputur pak në një televizion të Kosovës të 7 më duket. Po. Edhe unë kam thënë që në fushën, në stilin pop folk, Gjesti ka talent shumë të madh dhe e ka domethënë trilera shumë të bukura ballkanike, të cilat përdoren të turqit, të greket, të romët, të ashkalijet ne thojmë Kosovë, Po. edhe ka tërfytjen e ka oriental. Kurse Luisi në fushën e vet, domethënë në këtë fushë është shumë i mirë. Është shumë më i mirë se shumë këngëtarë të tjerë. Por Luizi e ka, nuk mund të ja upim atë edukat, atë kulturë, atë shkollim, atë Inteligjenca, po. Inteligjencë, pa sigurisht, por aty ishte dita ku do të votoheshin kush do të fiton, dhe unë isha në afekte, thash Gjesti është ndër më i miri, është 50% më i mirë se Luizi, po unë gabova aty që nuk e thash në fushën e pop folk. A kupton? Edhe kjo marr tani edhe ka marr disa ofendime të jashtëzakonshme. Tani në këtë fushë kam të drejtë me fol sepse unë jam profesionist, kështu që unë e di sa këndon, unë e di sa ka ta them sinqerisht, kërkoj ndjesë, në çdo koncert që kam pas me Luizin, kur s'ka kënu live, ka kënu playback. Pra ju po thoni që Gjesti është më i talentuar se Luizi. Fal, në stilin pop folk, po, nuk e thash në stilin gjithë stilin.